Perëndia ju dhënd kurajo e shëndet që Shqipëria e ngratë të ketë së shpejti liri të plot. Mbyllej korrespondenca mes qendrëstarëve të Elbasanit dhe kryengritësve nga Shqipëria e Veriut, dokumenti korrikut 1912 i gjendur në fondin e firmëtarit Lefnosi. Në 12 gusht të atij viti, rreth 20.000 luftëtar nga Malësia e Madhe, Mirdita, Puka dhe Tropoja marshuan drejt Shkupit, duke çliruar nga sundimi osman. Kush qëllon një plumb vetëm për kënaqësi do të varet, ruajini ato për turqit. Ky është urdhër, mësohet ju këtë thënë luftëtarëve Hasan Prishtina, i cili së bashku me Beram Curin dhe Isa Boledinin udhëhoqi kryengritjen. Nga Shkupi, grupe kryengritësish marshuan drejt Tetovës, Kumanovës dhe Preshevës dhe i çliruan edhe këto qytete, duke liruar gjithashtu të burgosurit. Pas 5 shekuj shërbëri, më 12 gusht 1912, u ngrit për herë të parë në Shkup flamuri shqiptar. Me epiqendër në vilajetin e Kosovës, kryengritja u përshkallëzua në krahina të tjera të kombit. Pas përfundimit me sukses të kryengritjes së armatosur të 4 shtatorit, antarë të Parisë krahinore i paraqitën portës së lartë disa programe politike që nuk gjetën mbështetje në fuqive të mëdha. Lufta e shqiptarëve për pavarësi do të kulmonte me ngritjen e flamurit në Vlorë, më 28 nëntor 1912.